Bismillahirrahmanirrahim. Pra tregum madhështin, kuptimin se sa është i fuqishëm dhe se si Zoti ka kriju në atë mënyrë këtë pjesë të xhehenamit, pastaj urtësim se Zoti i ka bën 19 edhe atë urtësim më të madhe Allahu po thotë: "U ma ja'alna 'iddatahum illa fitna." Vetë kërë sprov për me i dallu besimtarët nga jo besimtarët, të mirët nga të këqijt, ata që bindën, ata që refuzojnë, dhe pasi që ja përmend që është fitne për ata që nuk kanë besu, për ata që kanë muhu, Allahu po të liyastayqina alladhina utul kitab. I po unë du më ndonë vetëm të që kilami. Pra këtë e kemi bo, këtë numër, fitne, e kemi përcaktu në 19, nuk është gjë tjetër vetë se fitne, çka si përfundim, unë thash, ky lami është lami i planit, lami i planifikimit, përzgjedhjes dhe vendimit. Besimtarët do të bindën dhe ata do të përcaktohen. Ndërsa ata të tjerët do të bien dhe në gjurmët e njëjta të së keqes do të vazhdojnë dhe gjurmët e së keqes, gjurmët e njëjta do i ndjekin. Meditimi tjetër, pejsazhi Allah thot në të njëjtin ajet thot: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Ushtrinë e Zotit, numrin e sakt, me e përmbledh, me ja qit piken, me e përtheku, nuk mundet askur përveç Allahut më ndum. Ushtrinë e Zotit tën, prap Muhamedi alayhis salam, thirrsit, misionarit, liderit, illa hu, veç ai, Allah i mandushëm. E unë nga meditimi kështu thash, ky Kur'ani është ushtari më i fuqishëm i Zotit. Pra, sa pretendimi, sa shpifje, sa akuzë dhe betejen e ka shuar, e ka mboshtur, e ka gjunjëzuar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtari më i madh Allah i Zotit madhushëm deri ditën e Kiametit është libri i tij. Pra edhe krenaria, edhe suksesi, edhe fuqizimi, edhe rikthimi, edhe fitoria, edhe pushteti, edhe bashkimi, edhe uniteti, edhe lumturia, edhe është në librin e Allahut. Ushtari më i madh tek i cili mundemi me u mbështet, mundemi me qëndru prapa shpinës, mundemi me qenë qetë, është libri i Allahut më thosh. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kjo e para. E dyta pra thash, ushtari më i dukshëm është ky libër. Ai e paraqet veten, i thirr ata fushën e betejës dhe u bën ball çdo sulmi dhe çdo pretendimi. Mirë po, si mendojnë ata, pa këta ju besimtarët, se vetëm ashtu ata do të mboshten nëpërmjet melaçeve, sepse ata janë tallë. Kur Zoti ka thënë 19, ka menduar se ata sikur njerëz. Në moment të mohon atë i përthekojmë ose i rrethojmë edhe ka që mboshten. Lawahatu lil bashar, ai xhenamin që të erujnë domoni shkruan lkurat. I lëneshna. Po si ka mundësi me qenë domon fuqia këtyre melaçeve? 19 numër, e hatashme, e pa imagjinueshme, e pa kapshme. Mi po a mendojnë, ose ata a një mend, ashtu mendojnë që do të mbushten vetëm nëpërmjet melaçeve? Jo. Ushtrinë e Zotit askush nuk e din, askush nuk mund ta paramendoj askush. Ama praplet vazhdojnë, praplet godasin, praplet shpifin. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Ky Kur'an, gjitha këto këshilla, gjitha këto beteja, gjitha këto ballafaqimi janë vetëm këshilla. Vetëm këshill. Vetëm për kujtesë lil bashar, për njerëzin. Ky Kur'an ka për njerëzin. E njeriu merr vlerë, merr kuptim kur i përmbahet udhëzimet të Allahut manush. Këto janë disa meditime, disa pejsazhe, nëse i meditojmë nga rënja e në thellësi i gjejmë e i pikasim. Unë nga meditimi kështu, këto ka mundur me i shkru në ato ditë që kemi qenë pushim. Urujti i madh i Zot e Allah në takon ligjëratën e fundit si lloj përmbledhje rreth kësaj sure të bekume, madhështore, me pafund mirësi e me pafund kuptime, domethënie. I urujti i madh i Zot e faleminderit shumë.